kur vendos të flasësh për dritën, do gjendet gjithmonë dikush që ta kujton errësirën. Kur ti përpiqesh të mbjellësh shpresë, dikush tjetër mund të të thotë: "Hej, bota është e keqe, njerëzit janë të këqinj. Nuk ka kohë për këto gjëra që ti flet." Dhe ndoshta kanë arsye ta thonë këtë gjë, sepse ndonjëherë njerëzit që flasin shumë për errësirën janë pikërisht ata persona që kanë kaluar shumë dhimbje në jetën e tyre. Por një fjalë e urtë thotë: zemra e plagosur flet me zë të ashpër. Dhe për këtë arsye, sot unë dua të përgjigjem me shumë mirë kuptim, sepse disa ditë më parë, kur unë bëra një nga videot e mia dhe flisja për diçka shumë të thjeshtë, se si të mos lejojmë askënd të na vjedhë energjinë. Aty flisja për vampirët modern që, siç quhen në ditën e sotme, janë ata persona që na marrin energjinë me atë negativitetin e tyre. Shumë njerëz e kuptuan mesazhin. Pati shumë shikueshmëri, ishte një nga videot që njerëzit e pëlqyen aq shumë sa e shpërndan. Sepse të gjithë kemi përjetuar momente kur dikush na e ka lodhur shpirtin. Mirpo, midis mirave personave që e pëlqyen, pati edhe një reagim të ashpër. Një zonjë më tha: "Pse nuk mobilizon popullin për një luftë ndërkombëtare, por flet për vampir?" Kur e lexova këtë fjali, nuk ndjeva zemërim. Ndjeva trishtim brenda meje. E dini çfarë thash? Sa e lodhur duhet jetë zemra e një njeriu që mendon se zgjidhja është lufta. Sepse mendimi që njerëzit duhet të mobilizohen për luftë është pikërisht ajo që e ka plagosur botën për shekuj me radhë. Bota ka parë shumë luftra. Ka parë mjaft gjak në këto luftra. Ka parë mjaft urrejtje. Kemi parë perandori që janë ngritur, kanë rënë, kombe që janë përplasur me njëri tjetrin, njerëz që gjatë gjithë kohës kanë humbur jetën. Por, pas çdo lufte, njerëzit kanë thënë po të njëjtën fjali: mos ndodh më kurrë. Dhe megjithatë, luftrat vazhdojnë. Pse? Historia na e ka treguar qartë një gjë shumë të rëndësishme, që luftrat nuk fillojnë në fushën e betejës, por ato fillojnë në zemrën e njeriut. Fillojnë pikërisht kur zemra e çdo personi mbushet me zemërim, me urrejtje, me frikë, me ndarje. Një fjalë e urtë thotë: kur zemra e rrësohet, mendja e humbet rrugën. Dhe pikërisht për këtë arsye është e rëndësishme të flasim për energjinë që ne mbajmë brenda nesh. Sepse nëse njeriu nuk arrin të mbaj paqen në shpirtin e vet, si mund të krijoj paqe në botë? Një fjalë tjetër e urtë popullore thotë: paqja e botës fillon nga paqja e zemrës. Dhe unë nuk dua të mobilizoj askënd për luftë. Unë dua të mobilizoj njerëzit për diçka shumë më të rëndësishme, për të mbrojtur atë paqen në zemrat e tyre. Sepse një njeri që është në paqe me veten, ai njeri nuk kërkon luftë, ai nuk kërkon konflikt, nuk kërkon ta shkatroj tjetrin. Plaga e shpatës shërohet,
por plaga e urrëties mbetet. Prandaj, ideja që ne të mobilizohemi për luftë është shkatrimtare. Është pikërisht ajo gjëja që ne as nuk duhet ta çojmë në përmend. Ne ku t'i shuajmë sherret, ku t'i shuajmë luftrat, jo më t'i ndezim. Sepse njerëzimi përparon kur ne mobilizohemi për mirësi, mobilizohemi për ndihmë, për bashkim apo për dashuri. Prandaj unë sot kam një mesazh të drejtë për zonjën që më shkroi në koment. Dua të them me shumë respekt. Unë nuk dua një botë ku njerëzit të mobilizohen për luftë. Unë dua një botë ku njerëzit të mobilizohen për mirësi. Sepse një zemër e mirë është më e fortë se sa një ushtri që shkatron. Mos lejoni që zemrat tona të mësohen me atë idenë e luftës. Mos lejoni asnjëherë që urrëtia të duket normale. Në vend që të mobilizohemi për të luftuar njëri tjetrin, le të mobilizohemi për diçka shumë më të rëndësishme dhe shumë më të madhe. Të ruajmë njerëzoren brenda nesh. Sepse kur zemra mbushet me dritë, atëherë lufta nuk ka më vend. Unë e kuptoj shumë mirë shqetësimin e zonjës që më ka shkruar. Sepse vërtet bota ka probleme, nuk e mohojmë këtë gjë. Ka luftra, ka padrejtësi, ka dhimbje. Por le të mendojmë për një moment, nëse zemrat tona do mbusheshin vetëm me zemërim, atëherë si do ta ndryshojmë ne botën? Një fjalë e urtë popullore thotë, zjarri nuk shuhet me zjarr. Nuk shuhet me benzin. Ai shuhet me ujë. Dhe për shpirtin e njeriut, uji është pikërisht mirësia. Njerëzit që shohin vetëm politikë, shohin vetëm konflikte, vetëm luftë, shpesh e mbushin atë zemrën e tyre me një ndjenjë shumë të rëndë. Jo sepse këta njerëz janë të këqinj, por sepse shpirti i tyre është lodhur nga shumë errësirë që ata shohin çdo ditë. Dhe kur shpirti lodhet, ai nuk shikon më dritë, shikon vetëm errësirë dhe aty ku ka dritë nuk mund ta shikoj. Një tjetër fjalë e urtë popullore thotë, edhe nata më e gjatë përfundon me agim. Bota nuk përmirësohet me protesta. Bota përmirësohet me njerëz që sjellin dhe mbjellin dritë kudo që shkojnë. Me njerëz që ndihmojnë njëri tjetrin, me njerëz që flasin me respekt për njëri tjetrin, me njerëz që ndajnë shpresë. Një tjetër fjalë e mirë thotë, fjala e mirë hap dyert dhe aty ku pikërisht forca nuk i hap dot. Prandaj kur dikush të thotë mos fol për energjinë pozitive, unë gjithmonë do t'i përgjigjem me qetësi. Energjia pozitive është pikërisht ajo që i mungon botës. Sepse njerëzit do kishin më shumë paqe brenda vetes tyre. Do kishte më pak urrëtie jashtë nëse do kishin paqe. Dhe ndoshta edhe njerëzit që reagojnë me zemërim, në të vërtetë, ata nuk ka nevojë për debat, por ka nevojë për diçka tjetër, ka nevojë për dikë që ti dëgjoj, ka nevojë për dikë që t'u thot, edhe shpirti yt meriton paqe. Një njeri i mençur një herë tha, nëse dikush të jep një dhuratë dhe ti nuk e pranon atë, ku mbetet dhurata? Sigurisht që mbetet tek ai që donte ta jepte dhuratën. Pra, kur dikush të jep negativitet,
Nëse ti nuk e pranon, ky negativitet nuk të prek. Prandaj, përsëri po e kujtoj zonjën që më shkroi në koment. Po të them diçka shumë të thjeshtë. Unë nuk kam asnjë zemërim ndaj teje. Përkundrazi, të uroj me gjithë zemër që një ditë ti ta i gjesh qetësinë e shpirtit tënd. Sepse askush që sot është në paqe me veten, nuk e ndjen atë nevojën të shpërndaj zemërim. Dhe, siç thotë dhe populli, zemra e mbushur me dashuri nuk ka vend për urrejtje. Ne në këtë botë kemi dy lloj njerëzish. Ata që e përhapin errësirën dhe ata që përhapin dritë. Ju e vendosni pra çdo ditë se cilët doni të jeni. Ata që përhapin errësirë apo ata që përhapin dritë. Prandaj mos u lodhni duke luftuar errësirën. Ndizeni një dritë. Vetëm një qëri të vogël. Sepse një qëri i vogël mund të ndriçojë një dhomë të tërë. Dhe ndoshta një ditë edhe dikush që sot flet me zemërim do ta gjejë rrugën drejt asaj drite.